Vetëm 3 nga 10 zyrtarët e thirrur nga Prokuroria e Elbasanit janë paraqiten të premten për të dhënë shpjegime në lidhje me dosjen hetimore numër 1417, e cila ka në qendër të akuzave për shpërdorim detyre dhe menaxhim të mbetjeve. Kjo çështje është e hapur që në vitin 2024 lidhe me marrëdhënie financiare dhe institucionale mes Bashkive të Qarkut Elbasan dhe kompanisë së mbetjeve Eko Elb, e drejtuar nga Leli Kaja. Fletëthirrjet janë dërguar nga drejtuesi juridik dhe financier të 8 bashkive Elbasan, Gramsh, Librasht, Prenjas, Rik, Belq dhe Peqin e bashkë me ta dhe Rogozhina. Ata pritën të sqarojnë në mënyrën e përpilimit të kontratës me Eko Elb me procedurat e pagesave. Nga timet paraprakë rezulton se bashkitë kanë kryer rreth 668 transaksione për një shërbim që nuk është ofruar plotësisht djegja e mbetjeve. Sipas prokurorisë, ndërsa kompania ka kryer pranimin, grumullimin dhe trajtimin e mbeturinave, kollësisë i incenerimit nuk është realizuar për shkak të mos funksionimit të implantit. Në vitin 2022 ai punoi vetëm 24 ditë, ndërsa në vitin 2023 rreth 7 muaj. Në vitin 2024 edhe 5 muajt e parë të vitit 2025 nuk kanë funksionuar fare. Pavarësisht kësaj, pagesat kanë vazhduar. Vetëm Bashkia e Elbasanit ka kryer 239 transaksione me një vlerë mbi 2.4 miliard lekë të vjetra. Bashkitë të tjera kanë kryer gjithashtu 10 transaksione me vlera që variojnë nga 187 milion deri në 308 milion lekë të vjetra. Hetimet pritën të fillohen për të vërtetuar përgjegjësinë individuale apo institucionale.